Emma kaloi 3 vjet duke duruar shikime të ftohta, rroba të grisura dhe të qeshura mizore nga vetë familja që pretendonte se kujdesej për të. Ndërsa kushërinjtë e saj luanin, ajo pastronte dyshemet dhe mbante fort arushin e lodrës së lodhur që nëna e saj kishte lënë pas. Pastaj mbërriti një letër nga një firmë ligjore që thërriste çdo të afër me një lexim testamenti. Kur avokati mbaroi së foluri, dhoma e mbushur me fytyra të puzëqeshura u kthye në gur. Emma ishte vetëm 6 vjeçe kur gjithçka ndryshoi. Prindërit e saj kishin luftuar me një sëmundje të rëndë për vite me radhë. Pavarësisht përpjekjeve të tyre, ata përfundimisht humbën atë luftë, duke lënë Emën vetëm në një botë që papritur duke shumë e madhe. Me të dy prindërit e larguar, Emma kishte nevojë për dikë për të shkuar. Më në fund, halla dhe xhaxha i Emës rënë dakord ta merrnin atë. Ata tashmë kishin 2 fëmijë të tyre, por ata tundën kokën kur të tjerët i lavdëronin për bujarinë e tyre. Emma paketoi pak gjërat e saj në një çantë të vogël duke përfshirë arushin e lodrës së lodhur që nëna e saj ja kishte dhënë. Ajo e mbante fort ndërsa largohej nga vetmja shtëpi që kishte njohur ndonjëherë. Kur mbërritën në shtëpinë e re, halla ja tregoi një dhomë të vogël në fund të korridorit. Hapësira ishte bosh përveç një shtrati dhe një dollapi. Kushërinjtë e saj kishin dhoma të mbushura me lodra dhe dekoracione. Dhoma e Emës kishte mure të bardha dhe një dritare të vetme. Gjatë një mbledhjeje ajo dëgjoi një bisedë që nuk ishte menduar kurrë ta dëgjonte. 2 të afërm folën me zëra që mendonin se ishin mjaft të ulët. Njëri pyeti pse halla dhe xhaxha i saj kishin marrë Emën, tjetri u përgjigj se ishte thjesht nga detyrimi, se askush nuk donte vërtet përgjegjësi. Emma mbajti arushin e saj të lodrës më fort atë natë. Ajo kuptoi tani se kjo shtëpi nuk do të ndiej kurrë si shtëpi. Ajo bëri një premtim të heshtur për të qëndruar e padukshme, për të mos kërkuar kurrë asgjë. Brenda disa muajve halla shpalli një ndryshim. Emma do të ndërronte shkollë. Ndërsa kushërinjtë e saj vazhduan të ndiqnin në akademinë prestigjioze private, Emma do të regjistrohej në një shkollë publike në anën tjetër të qytetit. Rrobat e saj u bën një burim tjetër turpi. Ndërsa kushërinjtë e saj vishnin rroba të reja rregullisht, Emma vishej me të njëjtat pak artikuj derisa ato zhvillonin vrima dhe njolla. Çanta e saj e shpinës kishte grisje përgjatë qepjeve që askush nuk mundua t'i rregulloj. Fëmijët e tjerë në shkollë e vun re me një herë. Ata përshpëritnin kur ajo kalonte pranë, duke treguar me gisht këpucët e saj të lodhura dhe këmishat e zbeta. Disa e quajtën jetimen që askush nuk e donte. Në shtëpi përgjegjësitë e saj u shumë fishuan. Emma lante enët pas çdo vakti, duke pastruar tenxhere derisa duart e saj skuqeshin, paloste rrobat për të gjithë familjen dhe fshinte dyshemet. Kushërinjtë e saj kalonin pasdite duke luajtur videolojra dhe duke parë televizor. Ata nuk ngrinin kurrë një gisht për të ndihmuar. Kushërinjtë e saj zbuluan sa shumë në kuptonte arushi i lodrës për Emën dhe e kthye në një lojë. Ata e rrëmbenin nga dhoma e saj dhe e fshenin në vende që ajo nuk mund t'i arrinte. Njëherë, ata e varën në një deg peme jashtë duke detyruar Emën të lypte për kthimin e tij. Ata qeshnin me lotët e saj. 3 vjet kaluan në këtë mënyrë. Emma sapo kishte mbushur 9 vjeç kur diçka e papritur mbërriti në postë. Një letër formale në letër të shtrenjtë me kokën e letrës së një firme ligjore. Zarfi ishte adresuar për hallën e saj, i shënuar si urgjent. Halla e hapi me një herë duke skanuar përmbajtjen me sy. Shpreha e saj kaloi nga konfuzioni në befasi në entuziazëm. Letra kërkonte që të gjithë të afërmit të merrnin pjesë në një lexim të testamentit për pasurinë e prindërve të Emës. Firma ligjore duhet të zgjidhte çështjet finale dhe të shpërndante asetet. Një datë dhe orë u specifikua së bashku me një shënim se pjesëmarrja ishte e detyrueshme për çdo që mund të kishte një pretendim. Shtëpia u transformua brenda natës. Halla dhe xhaxha i saj papritur folën me tone të ulta të etura. Ata thirrën të afërm të tjerë duke përhapur lajmin. Ndoshta prindërit e Emës kishin qenë më të pasur se sa dikush e kishte kuptuar. Ndoshta kishte prona, llogari kursimi, investime të fshehura. Për herë të parë në 3 vjet, njerëzit e shikonin Emën ndryshe. Halla e saj buzëqeshi gjatë mëngjesit duke pyetur nëse ajo kishte fjetur mirë. Xhaxha i përmendi se ndoshta Emma meritonte disa rroba të reja për takimin e ardhshëm, por Emma ndjente falsitetin në çdo gjest. Ajo mbajti arushin e saj të lodrës dhe nuk tha asgjë.
Dita e caktuar mbërriti, dhoma e ndenjës u mbush me të afërm që Emma me zi mbante mend. Ata vishnin rrobat e tyre më të mira, parfume dhe kolonja duke u përzierë në ajër. Të gjithë gjetën vende duke u rregulluar si një audiencë dhe duke pritur një shfaqje. Emma ul në qoshe, e vogël dhe e qetë, me arushin e saj të lodrës mbajtur afër. Avokati mbërriti saktësisht në kohë, duke mbajtur një valixhe lëkure. Ai ishte një burr i moshuar me flokë gri dhe një shprehje serioze. Dhoma ra plotësisht në heshtje ndërsa i pastroi fytin për të filluar. Ai filloi me formalitete duke shpjeguar procesin ligjor dhe duke konfirmuar identitetin e të gjithëve. Pastaj filloi të lexonte testamentin aktual. Prindërit e Emës kishin përgatitur një dokument të detajuar duke përshkruar me kujdes dëshirat e tyre. Testamenti thoshte se të gjitha pronat, kursimet dhe asetet i përkisnin plotësisht Emës. Çdo llogari bankare, çdo investim, çdo pjesë e pasurisë së patundshme do të ishte e saj. Për shkak se ajo ishte ende e mitur, një besnik do të duhet të menaxhonte pasurinë në emër të saj. Ky besnik do të merrte kompensim bujar për kohën dhe përpjekjen e tyre, por kishte një kusht specifik që ndryshoi gjithçka. Emma vetë duhet të zgjidhte dhe të miratonte këtë person. Askush nuk mund të pretendonte kujdestarinë e aseteve të saj pa pëlqimin e saj të qartë. Vendimi mbështeti plotësisht në duart e saj. Dhoma shpërtheu në lëvizje. Çdo i rritur u kthye drejt Emës me buzëqeshje të papritur të ndritshme. Halla ju afroi më një herë duke folur me një zë të ëmbël që Emma nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Të afërm të tjerë u bashkuan më një herë, secili duke pretenduar se kishte kujdesur gjithmonë thellësisht për Emën. Halla ul në gjujmë pranë saj, duke marrë dorën e saj. Ajo pyeti Emën drejt për drejt se kë do të zgjidhte si besnikun e saj. Dhoma mbajti frymën, çdo sy i fiksuar ishte te vajza e vogël në qoshe. Emma shikoi çdo fytyrë me radhë. Ajo pa buzëqeshjet e detyruara, shpresën lakmitare në sytë e tyre, të njëjtët njerëz që kishin injoruar për 3 vjet. Ngadalë Emma tundi kokën, zëri i saj ishte me zi mbi një përshpëritje kur më në fund foli. Ajo tha se nuk do të zgjidhte askënd në këtë dhomë. Ajo nuk do të zgjidhte asnjë prej tyre si besnik. Buzëqeshjet u zhdukën më një herë. Halla provoi përsëri, zëri i saj kishte marrë një ton lutës. Ajo i kërkoi Emës të rishqyrtonte. Avokati pastroi fytin. Ai shpjegoi se prindërit e Emës kishin parashikuar saktësisht këtë mundësi. Në rast se Emma nuk mund të zgjidhte një kujdestar nga në mes të afërmëve të saj, firma ligjore vetë do të shërbente si besnik. Besnik profesionist do të menaxhonin pasurinë e saj në mënyrë të paanshme derisa Emma të arrinte moshën madhore. Emma do të vendosej në një sistem kujdesi fëmijësh me mbikëqyrje të rregullt, larg nga kushdo që e kishte dështuar. Fjalët ranë sigur, jo vetëm që ata kishin humbur aksesin në pasuri, por ishin ekspozuar publikisht si të padenj. Një nga një të afërmit u ngritën dhe u drejtuan drejt derës. Askush nuk foli, fytyra Hallës ishte bërë e zbetë, kushurin shikonin Emën me konfuzion dhe zemërim. Të afërm të tjerë nuk mund t'i takonin sytë, ndërsa largoheshin. Emma mbajti arushin e saj të lodrës afër, ndërsa lotët rrëshqisnin poshtë fytyrës së saj. Këto ishin lotë lehtësimi. Ai kuptoi se, edhe pse prindërit e saj ishin larguar, ata nuk e kishin lënë kurrë vërtet. Çfarë do të kishit bërë në situatën e Emës?